A jena gati? Ali, Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë me podcastin, inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Bismillah, po fillojmë me podcastin e radhës. Sot rikthehet hoxha jem i nderuar me tush me Mehdi. Mirë se erdhe hoxha. Besoj zeta. Si po kalon ai mirë? Alhamdulillah. Ju si kaloni? Ajni mirë. Vallë mirë që porzit e po tani hixhame. Do isha me të vënë një pyetje. Po. Sa me numër deri tash i ke arrit podcast? Podcast sezonin e parë dikun 44 ala po. E dyta, sezoni i dytë 18 janë po. Edhe disa incizime i kena, që si kena përpunu. Plus të Ramazanit 30, kalicin janë bon. Nëse mos i të rego krejt se gjelozon dikush. Allah i na ruaj nga xhelozia. nga xhelozia. Zoti s'po bleft. Amin. E që shtu, kështu ka të zuke bonë në hijxhame pak, pa orzit të Sinan Ramuka. Allah i shpërbleft, vllajin tonë është sportist, bashkë me Ensarin, fizioterapistin, e bëjnë shumë mirë hijxhame, domethënë komplet. Njerë të bëjnë masazh, masanena, hijxhame, alhamdulillah. A ki diçka më shtu për hijxhamen masina çto? Është prej traditës profetike, është mirë. Preferohet një herë në vjet. Një herë në 6 muaj. Po, ndërmo. Po, brenda 12 muajve, me qenë se kemi mundësi me shku të ata që bëjnë hijxhame, është mirë. Po, ndërmo. Është traditë profetike që shumë së mundi shëron. Për para thëshin akta Taliban tani, jo më shtash Cristiano Ronaldo po ban. Dëgjoj. Flepsi. Probleme do të ketë në botë. Po, ndërmo. Çka do të bëjmë ne, ato prapë do të gjejnë ndonjë akuzë, por më na nënçmu, por më na largo nga punët e mira në këtë botë. Po çka është e fesë, nuk ka mundësi me qenë gabim. Absolutisht. Por vetëm se kur ta vërtetoje shkenca, atëherë këta grupi tjetër e përqafojnë si ide dhe si vepër. Në momentin që e vërtetuan në këta spitalet fillun me bën hijxhame, edhe tash ka marrë për masat mëdha për hijxhame. Se sportistët, muslimanë jo muslimanë të gjithë e bëjnë. Alhamdulillah. Hoc, tema e sotshme është pyetje përgjigje. Në Instagram shikuesve 14.000 followers ata që kena bën veç në Instagram, podcasti merr frim. Shkruajta aty e kena mysafir Hoxhën me tush Mehmedi, kush ka pyetje mund më parashtrua dhe na erdhën pyetjet. Po pikë spori si me të njohshëm. Një pyetje nga ana ime. Mas nesër nisna për numër inshallah, dillën. Do të jem një Hajde urime për hajre. Arfas, amin. Do të jem një javë dhe javë. Çka më këshillon? Çka të bëj numre? Fillimisht umre është sunet. Po. Tradit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. që ka të bëjë me shpirt. Pastaj me trup. Domethënë është adhurim që bëhet edhe me shpirt, edhe me trup. Në aspektin fizik apo. Nuk mundesh me pa ëndër umrën, e kam pa ëndër edhe Kash numre. Si ato dervishet. Po, fluturova ja. Do të thotë edhe aspekti shpirtëror në pyetje dhe aspekti fizik, por preferohet të bëhet umre sepse i lan fundit i fshin, i shlin gjunat e vogla. Në ndoshta gjunat mëdha s'kemi, ndoshta dhe kemi, po të vogla po. Haxhi është ai i cili e bën njeriu nëse Zoti ja pranon haxhin, që është një herë në jetë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që i krin haxhin pas një gabim. Mundohet me bën gabime, kthehet në shtëpinë e vet sikur që i ka lind nana e vet, domethënë pa gabime. Umreja është traditë profetike që preferohet bëhet sepse i shlin mëkatet e vogla. Ne të gjithë jemi mëkatari më i mirë është ai që pendohet. E një prej mundësi të madhe ketash, para se të shkosh atje, mirë është pendohesh, pastrohesh, largohu pa nga punët e kësaj bote që i ke bën këtu. Kur të shkosh atje, këshilla ime është lidhur për Kabe, lidhur për Kur'an, lidhur për se edhe atje ke qendra tregtare, ke mundësi me shëtit, gjithçka në rregull. Nuk e ndalume. Mirë po nëse e ke vendosur me shku në umre tash, shko edhe rrin Kabe. Ibadet. Po ibadet, ndonjë ligjërate të ndëgjon, namazi mos të ik.
Unë habitem me njerëz që shkojnë qave dhe prej 5 kohëve të namazit 2 i falë qave ja. 100.000 namaze. Normal, shkoj ka thonë pejgamberi alayhis salam. Një namaz në qave është 100.000. Një namaz në xhamin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam 1.000 dhe një namaz në Mesjidul Aqsa që gjitet në Quds Jerusalem në Palestinë është 500. E tash nëse ta ka bon mundsh me Zoti me shku, atëherë shfrytëzoje kohën mirë. Allah të shpëlbej, faleminderit për këshilla. Atëherë shkojmë me pyetjet që na kanë ardhur. Jo, para du kështu me sqaruar çita. Abdesi në deti. E postova para një javë kur ke ajo sezona e pushimeve detit, e postova një video tonë pak më të vjetër ku ke fol për abdesin në deti. Edhe ka pas shumë reagime. Komente të llojit, pse hoxha po thotë ashtu? Ti thove se dia të kujtojnë Ramazan apo në ligjërat, ke thon kur him rejna dhe mo ki abdes del. Çto kësaj tash ti e shpjegon? Ama shumë komente. Pse më thon kështu? Pozitivisht apo negativisht? Negativisht. Pse më thon hoxha kështu, ku abdes në deti, shurën e bëjnë plot atje, ku i diçka, një këshill. Një sqarim. Para se ta sqaroj, është një hadith ku sahabët i kanë thonë ja Rasulullah, shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë thonë ja Rasulullah, o i dërguari i Zotit. Ne shkojmë për peshk, të kapim peshk në deti. Mirë po thotë atje, ujin që e kemi me vete, ndonjëherë në harxhohet, nuk kemi për me pi, e jo më me marr abdes. Çka të bëjmë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, uji i detit është i pastër, edhe Çka kanë në tomë? çka kanë në deti do të thonë, aludohet te peshku. Ku s'ka mos ka kë? Softina, kështu, ma shqip, softina e detit ose ngurdhësirat e detit janë të lejuara. Për shembull lopa, devja, delja, dashin ose ngordh ose cov nuk hahet. Haram është. Nuk hahet, po, ndaluar. Peshku i coft hahet. Peshku nuk therrat si devja dhe si lopa, normale që peshku kur të ngordh edhe gjithçka që ka në deti duhet të ngordhe pastaj për me unë më liu me Do me thonë tash në këtë rast, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë, uji i detit është i pastër. Uji i lumit është i pastër. Uji i detit, i oqeanit. Çka lëviz? Ka disa rregulla që e përcaktojnë, për shembull oas. Oas është një vend që nuk ka hyrje të ujit nga shiu, mirë po nuk ka dalje. Edhe nëse është pak ujë, me kalimin e kohës, shijen e humb, ngjyrën e ndryshon. Sepse nuk lëviz. Nuk lëviz edhe bëhet i papastër. As nuk pijet, as për abdes nuk vlen. As për abdes. Amo i detit. Ja, është i flirtuar jo kush. Po edhe me krip është. Po edhe kripa e pastron. Edhe lumi, shembull, nëse uji lëviz, pa marrë parasysh çfarë papastërtie mund të ketë në lum. Jo te shura janë pikë këto. Pshurët. Komente. Ja, s'ka lidhje. Ajo është vetëm këta komente ndonjëherë janë vetëm për nënçmim, tham diçka di. Se shumë i mençur unë që çfarë pyetje kanë bën, nuk kanë rregull. Do të thonë nëse kjo më e qartë dhe më mirë e shpjeguar do të ishte me qenë se futesh në deti me nijet për abdes. Për abdes, më mirë është kështu. Edhe pse dietarët kanë debat në këtë temë. Ka dietarë që thonë nuk ka lidhje, ke bënë jetë as ke bënë jetë, po ti ke bënë jetë zatën mu fal. Po tash e fut në deti, e di që i pastër, e bën jetë që kam abdes u kri puna. Ka dietarë që thonë, jo, duhet me marr abdes. Brenda në deti, ama duhet me bët formën e abdesit si mi. Ka dietarë që thonë me futjen në ujë dhe daljen nga uja, me njet, ki abdes. Do me thonë ka debat në këtë temë. Në qartë. Edhe tash njerëzit janë të lirë. Ai që dyshon, e s'dje thot merr abdes. Normal, si merr të shtëpia, merr edhe në ujë, në liqen, në detin, në oqean, ku do të qej. Ata tjerë që e marrin mendimin e dytë, mundën të futen në ujë kur dalin me niyet, kanë abdes inshallah.
Okej, vazhdojmë me pyetjen e radhës. Një shikues thotë kështu: gjithë këto dukuri negative që po ndodhin tek populli jon, vrasje, dhunime, divorce, aksidente, drogë, prostitucion në maksimum, a mendon se janë dënim ose largim nga mëshira e Allahut? Se cilën herë do të ekziston e keqja në këtë botë. Dhe tash këtë varet se si do të mbrohemi ne. E tash pyetja, pse neve muslimanëve më ndodh apo? Po, ki inspiru më shpi vrasjeve të fundit në Gjilan edhe në Tetov. E kuptoj. Nëse ka ndodhur disa vrasje këtu, në vende tjera më shumë ka ndodhur. Nëse merr një analizë, e bën, ku ka më shumë vrasje të muslimanët e jo muslimanët, apo? Veç Meksikën me ishni këto, Ukrimovit. Ku ka drogë më shumë të muslimanët e jo muslimanët, ku ka prostitutant, të gjitha të këqijat janë të jo muslimanët, me përqindje të madhe. Mirë po, a do të ndodhin edhe më të tjetën, do të ndodhin. Pse se asnjëherë nuk mundet një ummet, një popull, mos të ketë ndonjë njeri që është larg fesë. Se cilën herë do të ketë. Por do të thonë që ai njeriu që është brenda fesë edhe fal namazin edhe që nuk vret. Se ka të bëjë me sabër, ka të bëjë me durim. Njeriu sado që është i keq, plus edhe shejtani, djalli kur e ndihmon, ai në momentin që nuk ka durim dhe reagon e bën gabimin. Pastaj pendohet. Nuk ka njeri që ka posaçërisht ta vrasi. Me automatizëm pendohet. Me njëherë Çka bëna? a edhe nëse nëse më shefët, ndërgjegja, po. Nuk ka njeri posaçërisht nëse ka pak fe, pak sinqeritet që nuk i bë pishman. Por pse ndodhin të ne, ndodhin se sot unë në xhama në hutbë fola për një hadith që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fol për një problem që tash e kemi, unë mendoj që e kemi, thot do të vjen koha kur ju do të jeni shumë, ama do të jeni si shkuma e detit. Që e përmenëm detin, por. Po, si shkuma e detit. Pa Përsa do jemi vish. ne? Plot. 2 miliard. A na pyet dikush në botë? Për çështje politike, ekonomike, jo. Pse do të thonë jemi shumë, ama nuk jemi bashkë. Nuk jemi të bashkuar. E problemi më i madh, por atë shkak Allahu subhanahu wa taala thotë wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kapuni të gjithë ju për litarin e Allahu subhanahu wa taala. Do të thonë për Kur'anin dhe Sunetin dhe mos u përçani. Të ne ke pa nëse fol për popullin tonë, për shqiptarën në përgjithësi, shumë përçau. Në të gjitha aspektet. Edhe tash shumë luftohet feja, shumë luftohet edukata, shumë luftohet civilizimi me islam. Edhe njerëzit mendojnë që nëse e braktisë këtë do ta gjejnë më mirë, do të gjejnë diçka më mirë. Edhe jetë ndërmjet asaj dhe asaj. Edhe njeriu kur nuk ka edukim fetar, kur nuk ka shoqëri të mirë, kur nuk lidhet me xhami, kur nuk lidhet me familje, atëherë e bën gabimin. Edhe ajo ka ndodhur, edhe unë jam mërzit. Si njerëzit shumë lehtë e bëjnë këtë gabim, posaçërisht me vrar njeri, që Allah subhanahu wa taala nuk pajtohet me këtë, në asnjë mënyrë, në asnjë rast. Unë mendoj që duhet me voluti që Allah ta udhëzon rinin tonë. Kudo që janë. Ta përvëson fe, a duhet ne më shumë me punu. Duhet shumë me punu, shumë me fol për këtë çështje. Unë njëherë kam potencu se dhja të jua dikun tjetër, kështu kam thonë, shteti duhet hoxhallar t'i paguan. E kam thonë këtu? Po këtu. Prap po e them, jo që ne kena nevojë për 20-30 dinar, po kena nevojë normale, se edhe në njerëz jemi. Po dhe pa ato pare kena me tu. Ama duhet bile një mirënjohje hoxhallarëve, asnjëherë s'ka ndodhur kjo. Hoxhallarët janë ata që në xhami e luftojnë kamatën, prostitucionin, kamatën, vjedhjen, vrasjen, urrëtitjen, xhelozinë. Hoxhallarët e luftojnë. Meriti ndëgjojnë në YouTube ose të gjithë hoxhallarët, pa marrë parasysh ka janë dhe s'janë, të gjithë flasin për këta tema. Merre grupin tjetër, kush do që është,
që dalin nëpër mediume, flasin e mundohen, shife çfarë debati bëjnë. Ato këto ligjëratat që kanë 99% të hoxhallarëve për mirëqenie, për mirë, ato nuk i mshefin, janë pikë. Ju flitni se duhet mu martu me çikën e minxës. Ju flitni se duhet mu martu me çikën e tezës. Ju jeni kundër flamurit kombëtar. Ju kështu, ju ashtu. Po ballë ata njerëz edhe kemi përmend shumë ata njerëz që ose nuk dinë, ose paguhen për me luftu fen, ose janë xhelos ndaj hoxhallarëve. Edhe ata e kanë problem se ne të partë jemi. Nga do popullë. Nëse ai që dikush mundet me qenë ai. Ai mundohet me fol, sa do të që fol. Hoxhallarëve s'ne u shkon. Jo pse hoxhallarët janë më të ditur, as më të mençur. Po pse mundohen me tregu të vërtetën. Edhe ne kena ballafaqur me probleme, se nuk ka lehtë me thonë të vërtetën këtë kohë. Se dikush preket. Për shembull se flet për kamatën. Po dikush mundet me ta çuni selam nëpër me telefonet e nëpër njerëzve. Pse ti hoxha fol për mua? Ne folëm për gjithësi, nuk folëm me emra të përveçshëm. Po. Nëse fol për prostitucion, për gjithçka që fol. Është pak problem se njerëzit nuk të kuptojnë si do unë. Ama ne e kena për borxh dhe obligim me autorheg vërejtën të gjithë njerëzve, po sigurisht popullit tonë. Hoç pyetja radhës, çka shumë pyetje interesante. Shumë e përsëritur, ky pyetje mendon se nuk kena më ja përashtru hoxhës, dhe më na ka zonë s'kena përgjigje. Kështu thot. Me na me të një njëra. Bëjmë mashallah se më ke habit. Pse? Po dysi shumë stilin e forcët. Allah i trujt. Kështu thot pyetësi. Deshta me ta bëj një pyetje, ku e keni ju muslimant që jeni 2 miliard e që e lutni Allahun me shpëtu Gazën Allahu juaj nga jahudit? Ku është Allahu juaj që nuk ju përgjigjet nëse është Allah që nuk ju përgjigjet? Nëse është Allahu me juve, përse nuk përgjigjet? Mos e le pa më tregu thot. Edhe vazhdon, thot, edhe unë isha kon fetar musliman nëse Allahu ekziston, ama nëse ekziston shumë mohabit përse ju len juve kështu me javë masakru foshnjet, e kam fjalën foshnjet e muslimanëve në Gaza. Që tu, vezvej se ju ka bon, dy shonshtesh. Dëgjo. Për shembull, nëse ki djali vllau, si dikush është, tash thot ku i keni, do më thonë për 2 miliard musliman. Ne kena problem 2 miliard musliman me Gazën, apo. E po unë e pyetje po, ku jeni ju 6 miliard që keni lënë tash deri tash Ukrainën? Për shembull tash nëse duhet me u mundu me kap dika në zor, në 2 miliard më pak, ju 6 miliard. Gaza që 2 vjet, Ukraina që 4 vjet. E tash, hajt, ku e keni zotin e juaj? Ku e keni armët? Ku e keni forcën? Nuk bon matematikat kështu. Zoti në ka tregu, në ka sjell Kur'anin. Muhamedi Islam në ka shpjegu. A e përmenda më herët, ne jemi 2 miliard, po si e shkuma e detit. Po. Çka i vjen kjo? Sinqeritet, jo. Doptina. Po dop në aspektin fetar. Po. Se lufta nuk bëhet veç me armë. Bëhet me burni. Sa musliman në Gaza luftojnë? Në 30.000, 40.000, 50.000. Që 2-3 vjet. Edhe nuk mundën me i fitu. Pejgamberi sa më thotë kështu. Me qenë se janë 10.000 burra, 10.000 burra të mirë ushtar, janë të sinqert me Zotin, janë të përgatitur. Edhe ka një komandant sinqert, besimtar të drejtë. Kretë botën e marrin. Nuk bëhen matematikat me numër në këtë rast. Bëhen matematikat ne se jemi të lidhur për Zotin. Po, ne jemi të lidhur për të mirat e kësaj bote. Muslimant, në këtë kohë unë e mendoj, ndoshta gabim e kam, ma shumë na të i dhonë rëndësi kësaj bote se sa botës së A kjo botë kalimtare. E disa kjo botë. Sa i je duke ecur, i je lodhur, ulesh në ndon pemë. Në një pemë e madhe, pak ma hije, po shon një orë, 2 orë, 3 orë edhe nisësh prapë. Kjo atë që bota, 2-3 orë. Edhe pse na duket neve shumë. Sa vjet i ke mos? 14.
A mban mend diçka për 40 vjet. Shku. Po edhe 40 kemi bën suna, edhe prap një ditë kemi ardhur, kemi me shku te Zoti. Edhe çka kena me marr me vete, kena me marr atë që e kena dhënë, jo atë që e kena lënë. Shumë herë kam përmend, prapë po të Po këtu në podcast e ke përmend. Po, do të thonë ne besimtarët, kur të bëhemi, kur të lidhemi me Zot, kur të lidhemi me familjet tona, kur të punojmë me drejtësi, atëherë s'ka nevojë me qenë shumë. Për me bën diçka. Për me kërku bile hakun ton. Nuk po them se muslimani nuk e ka të lejuar me vrahje, me masakrue, me hina për shtete dhe vende të huaja, e ka ndaluar. Por pos nëse duhet me mbrojt veten, me mbrojt familjen, me mbrojt pragun, me mbrojt shtetin, me mbrojt kambin e fejnë kështu më radh. Do të thonë shumë thjesht. Ne jemi shumë. Zotin e kemi. Edhe sa do që mundohen njerëzit me largo, shef luftë e madhe bëhen ndërmjet në popullin ton disa, më thojza, mundohen Zotin me largo, mundohen Muhamedi Islam me në shmu me largo, mundohen nga feja me largo. Do të thonë ne në momentin që dalim në fe tjetër, me siguri se sipas ative ne kena më preparu. Po nda. Edhe në Gazës pas ka më ndodh kjo, që ka ndodh. Do të thonë, thot edhe unë isha konfetar sikur ju, nëse Zoti i ndihmon Gazës. Do të thonë Kijevi nuk kushte Zot. Fetarizmi nuk bëhet me matematikën e këtij djalit. Po do. Kushdo se nuk i duhet kushdo, s'ka lidhje. Jo, ne emrin nuk i publikojmë. Jo. Zoti nuk bën mohabet me njerëzit. Çfarë dëshire ke ti? E ke dëgjuar historinë që i ka pas dithëndor? Jo. Ka shembull, dy vajza i ka pas, i ka martu. Hajtë azam njërën në Karadak, njërën në Karshjak, për shembull. Po. Ose hajtë ndërven. Po. Pak ma... Ka shku të ki dhëndri parë, thë si ke punë, vizit të vajza, mirë, alhamdulillah, shëndosh rahat. Po thot une e kam bjell tokën, po s'ka ra shi që 4-5 ditë një afë, e ka lutë babgjish, tash në gjuhën tonë, babgjishin. Baballak. Baballak i ka thonë, lutë Zotin se në rroke u tharit i pranohet lutja që të bjen shi. Edhe ka ndejt një pjesë të kohës, 1 orë, 2 orë, 3 orë, 5 orë, ka dalë autobusit, 1-2-3 autobusa, hajde të e dhëndri tjetër, të vajzë tjetër. Po. Shemull, ata zamë dërven. Po. Ose prej Shkupit Tetov. Shkon atje, a i dhëndri u ka marrë me tulla. Në atë kohë, ata tullat kanë pas nevoj për nxehtë. Që i ka bo me lot tullat, ciglat. Po. Edhe jesu kur ta shaki pareve që Allah, ti sjellin me shteper, sa dush me kamion. Në atë kohë s'ka pas. Po. Edhe thot o baballa ko babqish. A ka më si me lutë Zotin ta forcoj pak se flat m'duket, edhe mu m'duhet pak ma shumë nxehtë. Mos më rashi. Mos me rashi normale, po të nxehet koha. Nëse on 30 gradë, bëhet 40. Po pse? Po këto tullat me duhet mu tha. Nëse nuk tha, të humbi. Thot lutë Zotin, mbasi e në rroke, kur del jashtë ki. Thot njëri atje kërkon shi, ki tjetëri kërkon diell. E thot dikush këtu, ka me humë, po se ajo saj. Po, çka po du me thonë me këtë histori? Po du me thonë që Zoti nuk i bën matematikat si i bëjmë ne. Allah subhanahu wa taala e ka kriju botën. Ka kriju qiejt, diellin, hanën, yjet, detrat, liqen të lumejtë, ku e diune oqeanat e kodrat, do të vogla, do të mdoja. Për shembull Kilimanjaro, Aconcagua atje, lumin Nile, Eufrate, si ai mundet me thonë pse son Nilit e ne. Për shembull, di, thash, mund me thonë kam qefën unë që të jem në Shangaj. Po që në Shkupja. Ai tjetër du në duhe, ja, këto qefe, të këtë tjetra. E kish vendos njone me shku në Istanbul. Ama para se mu nis, u ka nis ma atë muhabetin, qefi më e madh Istanbuli. E dytë, me thonë, kur shkoj në Istanbul, shumë qefe kam e do. Ka shku në Istanbul i madh shumë. Por 2-3 ditë, kur gjanë, së nga pa kur gjanë. Edhe ka thonë, ja, Istanbuli ka në më se qefi. Edhe ne tasha, qef për du me bo, a me analizu realitetin. Realitetu diçka tjetër, qefet tonë janë diçka tjetër. Dhe me thonë, Allah subhanahu wa taala
na ka të reduku rregullat, nëse veprojmë në bazë të rregullave, Fiton. gjithçka ka me qenë rregull, ama duhet me pas parasysh që Zoti i sprovon njerëzit. I sprovon familjet, i sprovon mahallat, i sprovon qytetet, i sprovon shtetet. Për shembull, në 63 na ka ndodhur tërmet Shkup. Po. Ama s'ka ndodhur në Veles edhe në që ka vendosur Zoti me sprovu Shkupin, jo Ohrin. E tash çka të thonë në Shkup? O Zot, hajde tash mas 60 vjet, a ka mundsi ta provojnë apo si mundet me ndodh me një qytet tjetër, ama jo neve më. Nuk ka kështu mohabet me Zotin. Po ne duhet me qenë të përgatitur për çdo lloj sprove. Edhe mos më marr ne me Zotin çka ka dash me bën dhe pse e ka bën. Se Zoti thot kun feyekun, bën dhe bëhet. Po ne duhet me qenë të përgatitur, nëse na ndodh një mirë, e falenderojmë Allahun dhe lëshan. Nëse na ndodh një sprov, qoftë sprova më e madhe, duhet me bën sabër dhe durim. Jo, shumë kam dëshirë kështu aspekti fetar islam këtive të mendshmeve në thojza. Këto nuk besojnë jetën pas vdekjen, po këto palestines, këto fëmijë të vranë, këto këtë xhenet janë apo hoç. Po valla. Këtu ndoshta janë statistikë. Dëgjoj, më thot Muhamedi secili fëmijë lind i pastër në Islam. Pastaj mvallet çfarë prindër ka. Nëse ka prindër shembull krishter, edukojnë krishterizëm. Nëse ka prindër qifut ose hebrej, edukojnë hebreizëm. Nëse ka zjarpotista, budista, konfucionista, çka s'ka? 1 milion feje ka bota. Po jam duke folë për këta fejt ma Më thoja. si fejt qiellore që i quajnë. E tash çata njerëz që vdesin në Gaza, a kanë pas me vdekur sono. O Allahu va ka caktuar me vdek. Po të gjithë njerëzit në botë që kanë kontribu me vdek ata, Zoti ka më marrë pyetje. Nuk munda unë me vdek për e shkujt Zoti, nuk ka shansa. Sono, unë shumë i vetëdijshëm jam atë që jam duke thënë. Nuk vdes njeriu. Pse ti ke dashur? Nuk vdes unë. Ti mundesh 1 milion loja me bën që me likvidu mu. Ama pa e shkujt Allahu nuk më ndodh asgjë. Ama në momentin që më ndodh mua, a e keqe që ti më ke organizu, më ke bën. Ti ke me dalë para Zotit me përgjithësi. Edhe ki mu shkatru. Po, normale. E në të folë për vrasje të thjeshta, po la mendoj vrasje të organizuar me gjenocide, shkatrime, Fëmijë. pa ushqime. O, dy raste për të rregoj. Në kohën para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një grua duke e shef një qen, kafsh rrugës. Jel hedh, i thon, si thona qeni e di kur atë frimmarin kur e ban se s'dishte si ta dhe. Pi etjes nga uji. Nga E qet gjuhën. Po, e qet e nxjerr gjuhën, disi shumë dhimbshëm. E kjo kom prostituta, jo gruaja. Se ta një gruaje. Çështo është? Që i ka ndodh. Po ne? Po tash unë S'do shtë me të ceka temër. nuk po them në këtë aspekt, tash unë po du më të regu që e ka ndihmu një kafsh. Po. I ka thonë uj, Allah subhanu ta'ala ka falë gabimet dhe ka thonë kjo me qenë në xhenet. Ajo tjetra, e ka marrë macën, e ka mbyllë në dhamë, edhe me qelës dhamën. Asë uj, asë ushqim si ka lanë. Thotë ma mësën ka me qenë në xhenem. Për kafshë, mos lasim për njerëz, mos lasim për 2 milion njerëz. Suna, une edhe ti në shkollë, se di ti pak ma i risë unë. Neve ku në mësoshin ma herët në shkollë fillore për Hitlerin. Ka pak për Stalinin e për Leninin. E kina mësu ka pak tash në shkollë të mesme. Se çfarë zullumi kanë bën ata. Se Stalini sa miliona njerëz ka likviduar Rusina atëhershme. E Hitleri 20 milione, 30 milione, 50 milion njerëz. E ai tjetri në Afrikë se ka vra, unë habitësha. E tash, mendova se kjo botë ka mu qetësue, tash civilizimi madhe, teknologjie madhe, teknike, njerëzit kanë më marrë me avancime, me shkollime, kanë mi halu luftat. Ama se ka marrë koha, në këtë kohë, kur shkollimi janë nivel më të lartë, apo, civilizimi janë nivel më të lartë, edhe kanë më vranë kështu fëmijët në Gaza, unë valla po havit. Pasha Allahin, në zdi që ka thamë. Pa koment. E di njerëzit janë pse folin,
Po e di se a tham që ne musliman s'kemi forcë. Po diçka shkruaj. Në telefon të bllokin telefonin. Po, no. A ofer kjo? Nuk ofer. O, me shkrujt nuk të lanë, por a mendoje ma shumë, me thonë ditë një fjallë ma të madhe. Të ki po dhe shtetet be shtetet e, ato jo që janë pra, ka shtete, në botë, shtete, që nuk pajtohen me këtë, ama hajde fol. Kriministri për 24 orë s'jema. Kryetar shteti nuk jema, general nuk jema, s'mundesh me tjenë. Alhamdulillah Ama duhet me thonë të vërtetën, duhet me thonë të vërtetën. Po. Çka Mos me hesht. Qul el haqa walau kana o thuet vërtetën edhe në qoftë se është e idhët. Një status me Facebook. Çka u bë jahudive, e vërtetë kjo. Edhe pse është e idhët për ata. Po. Ata kanë dëshirë me vra fëmijë mos më marr vesh, nuk mundet. Allahu subhanahu wa taala nuk e lë gjakun pa u marr vesh se kush i ka derdh. Ndoshta jam shef 10 vjet, 20 vjet, 30, 40 vjet. Unë e kam dëgjuar për Molla Feridit. Po. Molla Feridin e gjallë mund me vërtetu. Ai këto pajtimet që i ban, Allah i shpërbleft. Po, amen. Ai kështu duke bisedu muhabet lirë, tha, sa do të që më shefët gjako, mas 40 vetëve ka më marrë vesh se kush ka qenë pas asaj. Bile argumenton me fakte koranore. Po. Hoç, pyetja e radhës, para se më ndol të pyetja, doshta më thon çikit. Elhamdulillah që ka ditë gjykimi. E si callë e merr atë çka ka me meritu. Edhe këta tiranët, s'po du me i përmend me emra, po Allah dhe shon kom i korit. Cili është më i fortë, se cili ka qenë më i fortë? Faraoni, Karuni, atë këto Benjamin Netanyahu. të qëto në botë që janë shta, që pa emna. Po. O, Faraoni ka qenë. Faraon. Po. Nësi gavron e milionoj, vrejti gavron. Po. Po këto as Hitler, për shembull si krahason me Hitlerin. Këto e kanë shku pak. Se Hitlerin e quajnë jo civilizuar, jo. Po çka i ndodhi Hitlerit? Nga patricia që e boni, çka? Kush e përmend për të mirë botë? Askush. Faraonin, e Karunin, e Mussolinin, e Stalinin, Mussolini ka qenë Italis. Po. Mussolini, Stalin, mos mendojmë që këtë veç rust, se kinë e pone fillu, veç rust janë vro, jo. Krejt bota e vret. Po kënë valet ne tash, ka e kina politikën. Ja, do të me qenë drejt. Kush ka vra, do të me përmen, ti ke vra, kri puna. Muslim. Pastaj, këta librat nësi, me librat historike, nuk e di shemë në Shqipëri, nuk e di, nuk e kam studiu, ama shumë kam dëshirë me ditë shemull, a e mëson Shqipëria në shkollë fillore, shkollë të mesme, historinë 4 vjeçare që ka qenë Shqipëria në okupimin italian. A jam i sigur që ato kur e shpjegojnë se 500 vetë kanë qenë në Perandorinë Osmane e vajtojnë ato. Na kanë bon. Jo, bashkë më intereson ato italianë të di. Shënë sel. Po, dhe pse kanë ardhur Shqipëria, kanë ardhur lule me mbjella. Çka kanë bon? Jo, e shpjegojnë. Nuk më më mendja që shpjegojnë pas si duhet. Pile ka mundësi që me bon që mirë që kanë qenë ata. Kjo nuk kanë rregull. Po thamun se kam studiu. Po. Edhe ne për nuk e kam studiu. Po ta secili tiran ka me dhon përgjithësi. Allahu dhe lëshano kom i korit. Sa do që janë të fortë. Vjen dita. Pyetje 5 thot kështu. A me rend me numra i kia? Po, i kom në vizu, mos më hik. Hajde. Thot kështu pyetësi, sipas haditheve, cili është dhikri më me vlerë? Shive tash, sipas haditheve, dhikri i mëngjesit dhe dhikri i mbrëmjes e kanë vlerën më të madhe. Dhikri i mëngjesit është një libër i vogël në buroja e muslimanit. Libri famos. Libri më i shitur ka qenë Historinë shqip. Po, e vërtetë. në historinë shqiptare, për them. Po. Në kretë Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe në botë. Po. Libri më i shitur, nuk më mërë që ka dhe një libër që shit më shumë. Pse? Këtu delën pa se njerëzit kanë nevojë mu lidh me Zot. Pse i blej njerëzit? E disa pyetje i kam ditë unë për njerëzve, jam siklet, jam stres, çka më bën, çfarë lutje. A kur ti shoh kështu, nuk jam fort fetar. Ama kanë nevojë mu lidh me Zot.
Se veç Zoti është ai që të largon nga ato probleme. Veç Islami t'jep E qetësi. ka lutje la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mundesh me përmend astaghfirullah. Pse e përmendi këtë astaghfirullah? Mendoj që shumë e lehtë dhe e thjeshtë për me e thonë. Astaghfirullah. O Zot më fal gabimet. O Zot, astaghfirullah, o Zot më fal. Shqip. Ama e do Allahu këtë fjalë, ne kur e them. Shumë po. Shumë preferohet kjo lutje. Edhe një ditë prej ditëve Aisha radiallahu anha e ndëgjon Muhamedit pas namazit dhe duke përmend shumë këtë fjalë. Edhe i thot Aisha, ja Rasulullah, po ti e garantuar me xhenet, shumë je I lidhur namazin gjatë, sejdëri shumë po e përmend Zotin, shumë po thot efela ekune abdan shakura, pse mos t'jem rob falendërues. Para me dhe Muhamedi nëse e ka përmend Zotin, pse mos më përmend? Në mëngjes, për shembull, si ndodhin kjo Po, kur ndodh dhikri mëngjes? dhikri ose përmendja e Zotit mëngjes, e fal namazin sabat, pastaj nis. Shembull 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 33 herë Allahu akbar. Tash unë e di shumë lutje, po nuk ka qëllimi tash më përmend lutjet, sepse ata që duan, që telefoni mundet me përdor për shumë mira. Vetëm e zbret. Buron e muslimanët e shkruan aty. Ka si cilla faqe e ka lutjen e posaçëm. Për shembull lutje nëse nuk zgjegjumi, lutje nëse zgjegjumi shumë, se ka njeri flen 2-3 orë, brenda 24 orë ka njeri që 48 orë nuk zgjohet. E di tash këtë njerëz nuk anisoj. Kur del për shtëpi, kur hyn për Kur shtëpi. del nga shtëpia po, audhu bi kelimatillahi tammat min sharri ma khalaq. O Zot më mbroj nga krijesat që I ke kriju, qofshin njerëz. Shembull kur hin në banja, kur del nga banja, kur merr abdes, kur pasi të marrësh abdes, lloj-llojshmëri të lutjeve. Unë mendoj që nuk duhet më lidh për një lutje. Ama me qenë se e bëjmë dhikrin e mëngjesit dhe mbrëmjes, do të ishte më mirë. Alhamdulillah. Bile kur bim me flet, është mirë me ranë krahun e djathtë, edhe me preferohet me këndu suratul Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin deri në fund, kul a'udhu bi rabbil falaq, edhe kul a'udhu bi rabbin nas. Edhe të spidohen. Po, ayatul kursi i thon. Ayatul kursi. Po, ayatul kursi të ne thon tasbidova, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Edhe vazhdo. Thuaj më një në fund lot. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. Amin. Qëllimisht ta shtuaj një në fund që të fitojmë sevap. Mos problem. Jo, unë mendova që I du më thonë, a e di as e di. Ja, nuk dëshoj, po. E di, kam dëshirë të një forun e një. Pyetja e radhës thot, du të lexoj sa më original. Kam një pyetje me ta bë. A është haram rukjegjia me të caktuar çmim për rukje, se për çdo të lipa numër? Aspektet ose argumentet fetare nuk e bëjnë haram me kërku rukjegjia të holla. Me tonë për shembull 50 euro. Po. Nuk është haram. Ja, nuk ka haram. Se në ka ndonë kohën e Muhamedit Islam, pak ma vonë, nuk e di, po ndoshta në kohën e Muhamedit Islam, nuk jam I sigurt tash. Jo ka kërku 100 lele. Dhënd. 100 lele. Po krejt. Shumë, po, dhënd. Po, shumë. Edhe nuk ka ndalesë. Shive, kjo punë e rukjes nuk e lehtë. Po se njerëzit mendojnë, hoxha, e frin për këtë fëmijë pak. Punë të afrin këtë fëmijë, po natën, hajde vetëm të shtëpia aflejnë, po s'jam zëxume. Ka problem, se gjint më thënë ti sulmën. Nuk kanë pyetje vetëm gjint. Xhelozia o më e keqe se magjia. Atë në xhelozia na lodhi, na raskapiti, jo magjia. Edhe njerëzit pak kur janë edhe në dyshim, nuk ka rahat, thot më ka ndodhur, më ka bë magji dikush, nuk ma do të mirë dikush edhe humbet brenda kësaj jete. Nuk ka si të them, nuk është optimist o pesimist. Nuk shkon punë, nuk shkon shkollë, në ato mundësitë Zotit që ka dhënë, dështon. Po them që me qenë sa tash ajo fjala të ne sipas vendit ku vendi, me qenë se të ne në bazë të familjeve ku shkon ai, ato vëllezërit tanë që shkojnë edhe alhamdulillah që janë. Vallahi po shumë familjeve ndihmojnë, në fundit edhe hiç mos më ndihmu
Në momentin që shkon, njeriu qetësohet. Pas ka ardhur filani me më këndu kuran pak edhe 50% shërohet. Sigura aje tap kafetinin edhe u kri puna. 50% shërohet. Edhe pak ndihmon edhe ndalet dhimbja e kokës. Ose e fridollin e fridollin më. Edhe këto reklame du të mu taku më ato të fridollit kafetinit. Koloidi. Po, bile një kamerë të trenës të ablejna. Edhe njerë të kthejmë, të arun bëllaksem këtë qështje, këtë pyetje përgjigjen të japin, më thonë nuk është e ndaluar me kërku rukjegjia tolla. Se nuk ka punë lehtë. Ka rukjegjiu në njof ka këndu njerëzve, pastaj shumë herë ka pas shumë probleme serioze. Sa e keqja du të më shku dikun. Dhe në rejtësh. Amin. Pyetje e radhës thot kështu. Selam aleikum vlla, e mirë, deshta me të pyet, a është haram sipas fejes muslimane me bë hundën operacion? Këtu ka dy lloje të operacioneve. Jo veç për hundën, për veshjen, lejen, për ballin, për ftyrën, për krahun, për gishtin, për gjithçka. Për gjymtyrët e trupit. Po. Në qofse, shembull, sonën tash unë jam të pa, e di formën e hundës tande. Po. Në qofse ti këtë hund, Po. që e ke, nuk ke probleme, shëndetit. Mu më thua, hoxha, e kum po bë vetën pasire, më duket shumë për diqish, e di si pas teje, shumë palidhje hund, shumë kështu, a ka më mundësi, ma bëjshë për ta zonë që unë doktor, ja. Doktor me tush me meni. Po, doktor për Estetik. Po estetik kirurgjike. Edhe e marr sonën edhe ja shtoj hundën, ja bëj një 20-30-50 mm më të gjatë. Më gjatë. E ndaluar mos. Kjo e ndaluar. Haram. Pse se kjo i vjen që o Zot ti sonës s'ja ke ndresh hundën mirë, ajo unë po e ja përmirësoj. Po mirë da atër përmirësoj e shpirtin, se ti suna nuk ta zanë shembo. Po. O të bon disa gabim, atë shpirtin gabim ja kin req. Në req janë i shpirt pak mandrishe që më zboj e keq. A mundët? Nuk mundët, sa. A me qenë se kam probleme, nuk mundëm me marë frim hundën, ose e kam lëndu, edhe du të me më bo operacion me më drejtu, s'ka problem. Dhe më thonë të lojan. Për qef, për zbukurim, o e ndalume. Më hozë vëq pak, qëto kam unal pak. No. Nëse është jashtë natyrës huna, për shembull, shumë e madhe, kjo lejohet mu bo operacion? Unë sa e di. Si jashtë natyrës. Po e natyrshme është me konë huna që shto, si kur shka e kina unë e ti. Sive. Nëse është shumë e madhe, këtë që Kush ishin, e ka hundën e madhe shumë, a ki pa dhe një hundën e madhe që i ka gjysmë metre? pa s'ka ma rrallë dhe Ama një. ja, si pas shive, Allah subhanahu wa taala ka mundësi shembull natyrshmëria 5 gishta, po. Po, që du doshta me dalë, falë. 10 gishta. Po, Me 12 lind, me 15 gishta. Ato mundesh me i prej, me hek. të lëndë. Që du doshta me dalë? Ka dallim. Ka lind fëmia me 6 vesh. Për shembull, po. Shembull, po. Ja hek veç djale. Po, natyrshmëria me 2. Po. Po, se natyrshmëria me 2. Hundën, suna, me qka e mati si sa duhet me qenë e gjatë? Po, njerëzit kanë dallim, suna. Me ta dhonë unë hundën teme, disa kec del. Po, të po. Vëlloj po, që o ta zamë që i hoqë e ka hundën më të heshme, ose më të bukur, ose suna e ka hundën e bukur, ama e për një 2-3 afta, që si dalë unë. Këto janë matematika shumë gabuar. Dhe me thonë, nuk ka mundësi njeriu mu përzi në punë të Zotit. A kena nisë mu përzi, po. I knasë më punë të tana, Po, dhe është në luftrat ndhoja, padrejtësiat ndhoja, me punë të tana nuk mire, du mu morë me punë të Zotit, që kategorikisht e ndalume. Pyetje radhës. A e shpjegova mira jo? Po e Jo, ti shpjegove. dush me ndërhinj që... Po që, ti bina shkurt. Po, ti Munda bina. mu habit me lanë diçka on, po e s'qaru. Ti bina shkurt më qartë. Nëse ki problem shëndetësor, këtu tema është hunda, po edhe veshi, këtë nëse, lejohet mu bo operacion plastik. Edhe nëse është jashtë natyrës. Për shembull, lind me hund shtremt, Po, ta drejtojnë. të drejtojnë, e lejohet. Besoj që... Shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Ai që do me dal me deviju muhabetin, ai sa dush që spjegoj e devijon. Pa, dhe pa. Pyetja e radhës thot, je xhuxh me xhuxhët, a janë kanibal?
gjysh me gjysh temë interesante, bile edhe filma kanë bëhe, sene. Zoti thot Kur'an, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Këto janë një popull që Allah subhanahu wa taala sipas argumenteve ekzistojnë, mirë po mundohen me dal, sa dalin, edhe pak me dalin në këtë botë që jemi ne, nuk thonë elhamdulillah, po thonë dule me forcën tonë, Zoti i fundos ma shumë se kanë qenë. Ato prap mundohen, prap. Derisa Nuk thëri inshallah. po, inshallah thonë elhamdulillah, faleminderit takon Zotit që na mundsoi me dal. Në momentin që kanë me dal këto, sono. Të cilët për momentin janë gjallë. Përgatitu tash që ishte shumë serioze puna. Këto janë shumë popull i madh. Këta shembull. Hajde, cilo liçeni më i madh në botë, ai. Po jam të fol për ujë të pishëm, s'm të fol për ujë Se di. deti. Se detri jo me kri, po çel liçenet, hajde. E kënë dëgju për liçenin në Bajkallit. Po, në gjeografi e mëseshme, po. E di ku gjendet? Ka Ukraina më duket? Rusi. Rusive. Po. Liçeni më i thellë në botë është. Liçeni Shumë i thellë. Po kënë dëgju për detin e vdekur. Detin Kaspik. Po. Ose detin Adriatik. Suno, ata qaj që janë shumë, qatë liçenin e Bajkallit për një 10 minuta s'ki uja ti ma. E pinkej. E fshin kështu. Liçenin e strugës ofri. Të ves një grupe qenë atje dhe s'ka uj. Jo krejt. Në më thonë këtë janë kanë me qenë popull që ujnë kanë me pi. Gjithë qka kanë me hangë, s'kanë me lanë kur gjohic. Kanë me shkatru gjithë qka. Derisa të vjen Isa a.s. Me shpak para se mordi Isa a.s. Mo gjo, se edhe pyci e veç këtë pyci. Thoj, a janë kanibal, njerëzve çka kanë më? Mish ngrënë së kjanë. A mo kanë me i vra njerëzit? Po, dëgja, tash, ne nuk banë me shtullë me paksun Po dhe po, si pas hadithë dhe Shkojnë të gjithmonë. punë me emocione. Po dhe. Nuk janë kanibal. Kanë hanë pemë, perime, uje, se në... A Një- me kripa, ka pa krip, se ne... A janë njerëzve? mo? Vëllo njerëz janë. Edhe ditën e gjykimit kanë mund gjykua, po. Po, po kam i luftu Isa a.s. Po dhe. Tu s'kam me luftu, ashtë lufte madhe kam më bon, sa që shumë këtë janë. Edhe nuk kam e pas mundësi me lëviz në tokë, me ecë prej këtyre e gjugje me gjugje. Edhe Allah subhanu ta'ala, në më thonë gjaku i madh ka mu derdh, edhe këto kanë me vra. Edhe ushtria Isë Islam, dhe më thonë luftë shumë e madhe ka me qenë. I po, që s'di si të tha, ma ka ndodhë një luftë kështu, nuk ma mënua që ka ndodhë. Ja. Me katë shumë njerës. Edhe Zoti ka me dërgu i shpend, edhe si cili shpend, ose të zonë Shqipanja, edhe si cili Shqipon e merr nga një, edhe i largon nga kjo botë. Ku i qojnë Allah alem, ma Allah e din më smiri, edhe Zoti përse e qojnë një shi, e pas të në tokë. Alhamdulillah. Dhe më thonë kjo, Pa ka shumë se kjo temë e madhe. aspekti historik, unë tash e thjeshtova. Po dhe po, se po shumë madhe. Kuran, po, to kanë të bëjnë me Dhulkarneinin, atë pendën që e kanë ndërtu Dhulkarneini. Se i kanë bërë zullum atje, nuk kanë ora atë, Dhulkarneini ka shkua dhe nuk kanë ndihmu. Po dhe. E thuhet që ka të bëjë Dhulkarneini me Ya'juj o Ma'juj. Siguraj hadithi që vërton se thonë, a kanë dëgjuar që thonë Dejjal jo gjallë, Po. edhe jeton. Po Zotin ende si ka dhënë urdhër me mu marrë me njerëz. Do Inshallah si e urdhër se jena në gjallë, se veç kur të vjen suna. Dëgjalli. Shumë thjesht me spi. Suna thot, për cilin je mërzit më shumë? Për cilin je mërzit tash? Në moment të regom. për nëmën. Për nana, e di që të ka vdek tash. Ma mor mejla. Thot, a të ka marrë malli për nana e mërzit po? Ta bi nanën. Ta nxatë. Sikur ka qenë, suna. Subhanallah. Gjalli shumë forcë madhe ka. Qka do thot, çfarë dëshire ke? Baban plak të i rinjallë këtë tak. E di tash njerëzit, por atë qka ka thonë Muhamedi sallam. Se për dika kjo sa është thot, çfarë filmi thot hoxha ma të sonë, pas kam pregadit. Ama nuk e... Smërzit bin për ato. Shive, po mirë da të filmat Hollywoodit, pika i kanë zirë ato. Po dhe. Ato, nëse ne dim ta zamë me edhe pse nuk është me shtu ose me paksu, ato na shkojnë neve. Dejjalli ka më qenë mashtrues i madh. Ma shru si e madha, ma njerëzit kanë me besu së no. Ç'kjo më e keqja. Së no,
sa sende janë në këtë botë ta që na mashtrojnë. Po, Dhe po pse bim? ne me inteligencë artificiale na tu mashtru? Po shumë thjesht besoj. Ose uno sa njeriu e din që alkooli i ndalum, i keq, a e pin. Po, po. Ose uno po sa njeriu vetë cigare pin, e di që janë keq. Do më thonë mashtrime për ditë. Po. A më dëgjalli o forcë. O forcë. Edhe Të plotson dëshira konkrete. Vjen Isa a.s. Kur zbret Isa a.s. se Zoti e ka ngrit, apo? S'ka vdek ala. Por këtë çështje e ka ngrit, që më u kthi prap. Edhe s'ka më u kthi se pejgamber. Se pejgamberi ka qenë i fundit, ka marrë si mbret. Edhe ka më luftu, po dëgjalli nga friga e madhe për Isa a.s. ka me ik. Ka me shku me një qytet, një vend Babul Lud, në Palestinë. Edhe kur ta shef që Isa është afru, ka mu shkni si kripa nuj, nga frika, po. Përëfërsisht Diçka shumë forcë e madhe që, Allah në rrujnë nga. ama më zëm ka thonë, nëse vjen se jam gjallë, unë u mirëm vesh matë. Unë luftoj matë, që këtë nevoj. A nëse vdesë unë, e vjen pastaj, Allah i vëllë është hajrin, pregaditur. Përëfërsisht ke kjo përgjigje e shkurt për pyetjen e Jezush me Xhu, kush don me ditë këto çështjet e dëgjallit, Jezush me Xhu, i keni internetin, hini në Google. Normal. Ne përëfërsisht edhe mos u kapni për fjala tha hoxha kështu, as tha hoxha se këto nuk kam me drejtë, janë podcast. Apo tan mund të dëni gabim, dëni Po se. normale suno, tash ne kena ardhur tu me bë mohabet lirë. Mohabet lirë, ama jo. Çish kapën njerëzit, tha hoxha kështu. Dëgjon. Ata që kapën, ato kanë qef, për shembull, tash me na lënë një njoll. Po da. Çon shumë normale, unë vallai asnjërit nuk i dhënom. Se cili ka drejt me mendu, Po da. me vepru, me punu, po mira me qenë pak drejt. Po. Po shembull ka dikush që unë i lexoj disa komente, më shon as më njeh, anë nuk e di kush jam as. Po da. E di. Po bash nëse don me mamush më në hajde me vëlla, pashallah ta paguaj me hotele, me nëse i Shqipërisë. Se do Shqipërisë për ashaj kështu fort, di. Këto vëllezërit tonë në Kosovë, këto vëllezër Shqipërisë, na bën ashajnë ato miqtë, dhe hoxha na thuti se sa më njeh, nuk e di. Pashallah, me bë më ardh, më taku mu për 5 minuta e bëj ka vetja. Po valla, ja marr në zemrë. Po që thuj, që ato që na shaj shkruaj dikujt. Po, hajde ka shkupi. Hajde me bëna një debat, Po hajde inshallah, ne si shembull, po thonë, se mund do taj me mbon ka vetë, Allah alem si vjen rejnë. Pyetja nënë është pak më e gjatë, i kisha këshillu E shikues. fjala Allah alem se shpesh e përdori, Allah e din më së miri. Këtë e thash për publikun. Pyetja Rodës, një motër muslimane ka shkruar në podcast te në Instagramin e faqes podcast me frim. Është pak e gjatë, ju kisha lut pak më të shkurta më nai çu pyetjet se hajt po e lexoj këtë. Kështu thot ajo motra. Kur kam qenë në moshë Mos në kujtu pabe kështu? në kamerëve, Në kamera. kështu thot ajo motra. Kur kam qenë në moshë të adoleshencës, kam bërë disa gabime. E di shonë që në kamerë, po veç Allah i në trujtë. tabit pak. Po dhe po. Thot motra. Se ti ekip edhe unë e kam një. Edhe njën midis është pa Mashallah, se me dhe. Alia, mirë Alia, mashallah, Allah e rujt. Po. La çka mana kam. Ekspertu ka bon. Pa lirë në çkit podcastin e maje. E lusmi Allahun tash problem në xhenet. Edhe Ama duhet me pas sponsor të ne reklama. Qirak. Sponsora po se po, ma në Qirak duhet me pas. Po Një çira. për para në pazar, Po. kur punojshim si triket, Qirak, Po. e nesë pastaj ma vane kun kuptu që me dhënë Qirak. Se që pa qenë Qirak, s'më dhush më bo kalfa, pastaj majstor, usta. Mjeshtër po. Kështu thot kjo motër. Kur kam qenë në moshë të adoleshencës, kam bërë disa gabime të vogla. Dhe nëna ime më ofendon për atë gjë e më thot ke bërë ashtu e kështu. Ka ndodhur 2 ditë me ka ofenduar me fjalë shumë të rënda që unë jam lënduar shumë dhe kam pasur frikë që s'do gjej paqe te e nuk do flasim me nënën. Unë zakonisht nuk flas asgjë, vetëm i them pse mi përmend ato gjëra për të cilat jam penduar dhe ka kaluar kohë nga ajo kur unë jam penduar tek Allahu dhe kur Allahu na fal me një mal gabime. Pse duhet mi gjetë tek të tjerët? Nuk dua që këto nervoza dhe ofendime të ndikojnë në marrëdhënien tonë, në familje, dua të jem në paqe. A ka ndonjë lutje për të larguar këto gjëra që të kemi paqen në shtëpi? Edhe njëherë, kur ja përmend nana këto, kësaj vajzës? Kjo vajza kur u kon më e re ka bo gabim. Jo, në vetë pse ja përmend. Se di vëllë. Po tash këtu problemi. Si shembull, suno ti e ke bënë një gabim.
Po. Edhe unë s'ta përmendi. Po. Ama në momentin që e ke bo një gabim tash, unë ta përmendi, tham ti tash ja fillove si para 30 vjetëve. E para, nuk do me thonë që tash nuk lidhe kjo me këtë vë. Që? Pse nana e vetë ja përmendi kësaj gabimet? A jam I qartë tash. Po. Kemi siguri, ose sjellën, s'po tham që e ka sjellën e keqe, se në fundit e nana. Po. Inshallah këto vajzat bon të gjitha nana, edhe kanë me pas kjo dhe me thonë nana. Se kjo ende nuk e di çka nana. E kur të bëhet nana, atër ka me thonë në zvetoj, nana halal I ki krejt, çka dush thuj. Kjo, do njëherë, kena të shine me filozofu pak. Po ta ka thonë një shok, I dhnohu. Ta ka përmen njerë derë, 5 herë, ki drejt mu I dhnohu. Ku e di, vlau e motra, ama nana, ose no. Me nanën së këzon mu I dhnohu. Apo, 100 milion herë në ditë me të përmend. Banë be doa, lutë e Zotin, o Allah, thuj, udhëzojve këtë nanën të ime. Nëse bashkë me ndonë se nana e ka gabim, se ta përmend që o gabim, normal që o gabim. Ama unë munda me thonë se o gabim, se për mua një motër muslimane. Ja. Po, da. Ama kuran pitje unë dhe nana ime, nuk munda me thonë nanës ti gabim I ki. Po duhet me, suno, playmaker, di playmaker e që Po. lojen, Po. dë njëherë, ja e pa ti para me dhe ngalla, ma dë njëherë s'mundut, e këther mbrapa. Edhe kjo vajza, e shef që nana nuk e kupton atë që dën ti. Luja atë lojen. Mos hin konflikt me një. Mos hin konflikt me nanën, s'ka me thonë me hin konflikt me nanën. Krejt, dunjaja ka me të dështu. Nëse nanën nuk e respekton, nuk ka nevoj. Unë e habitem me njerëzit kur mu mundohet me më dhonë një kafa, unë e kam informalta si me babën e vetë s'fol. A I mu më ep kafën për politik, ka dhe një gajle diçka. Ti ta ep një kafe, filanit, me kitë mirë, me babën si kam punë mirë. Ose e vajza, me kitë shoqet e veta, ka ko, edhe ato vajzat kur rindër më të vetë, ato shoqet, ato nuk e nënshmëndën herë në tjetrëna. Edhe valla se në lau, se shoqe. Ja, be shoqes mundesh me abo halal kur të nënshmën, kur ta përmendë një gabima nanës ja, në të shpak I shqetsum jam. Unë fol. Tash me emocione, pak në të shtjam të vëkefolë, më kanë regull. Unë s'me mbroj tash nanën e kësaj vajzës, as këtë vajzë. Ama edhe nanët duhet mos sjell mirë. Duhet me eduku fëmijët. Po se kemi shikuar se edhe plaka. Nanët tash, edhe ato me telefona mirën, me filma mirën, me sen, ndonjëherë fëmijët kënë më të vegjël, ja u prishin pak rendin, edhe ato I nënshmojnë, I mallkojnë, nuk kanë rregull. Nuk nënshmojnë, nuk mallkohet, se në fundit ti e ke lindë. Po. Ti e ke në fund mund me thonë mirë, pse lindë këtë fëmijën e keq, më që se do ti po e mallkon. Çka më bën çat momentos? Po do të më bëj sabër. Me nal vetin, mëse thuja, mëse mallko fëmijën. Suno, kur bën njeriu sabër, kur Momentin e parë. On zor edhe tash ja duhet me fol, ja duhet me vra, ja duhet me shah. Në qatë moment është me bëj sabër, se pastaj kur të kalojnë që gajle, nuk ka nevojë me bëj sabër. E për në më dhe më herët, që vret, minjerë pëndohet. Ama në momentin që ka vrat, kishë më sabër, s'kishë ndohet, e për s'ka bëj sabër. Edhe kjo vajza, është mirë me bëj sabër me nana, qëka do që thot nana, ajo nana. I thot fjalët, po mos disa minutë, ajo vetë thot e, ndoshta vajzës nuk I thot, ama e ha nga brenda ndërgjegje. Kur e cek e porë se qatë bashkë du me e cek në podcast. Hoxha, e dëgjova Hoxha në Bezhet Dërnjani, një ditë a e kom bo princip, mës me pi kafe me ato që e di që nuk folin me babe me nonë. Po, unë e përkroj Hoxhën bë. Allah hiç përbleft, Hoxh Bezhet Dërnjani. Shumë interesant. Pa mund mi ne kret me bon këtë, ato duhet mi largu. Nuk mundet e me babën e vetë, mes me foli me qeni mirë me ne. Nuk mundet, si në më e mend. Me arte Hoxha me pi kafe. Po, nuk mundet me qeni mirë e me dunjan, nëse me babën e vetë nuk e mirë. A nuk mundet babës vetë me e tregu gabimet. Çka ka thonë për e mëstam? Kur ka shku ki ka thonë, ja Rasulullah, po unë kam punu, unë e kështu, ashtu, ka dosh pasuri për pasuri. Muhamedi sa ka thonë, ente wa malu ke liebik. Ti, komplet, edhe pasuria jote janë të babës tantë. Hec. A mi qartë. Ki pato që I gjemte, njoni kam punu ma shumë, baba ma ka da pasurin, s'ma ka thonë mu, unë me ndytë që më ka hinë nër hak,
Po baba edhe nëse në të ka hinë në rak, baba jo të ka hinë në rak, punë e ma. A jam I qartë. Shumë. Tash baba, nana nuk krahasohen me botën. Sa I kanë, alhamdulillah që e ka kjo, edhe me nënçmu, bile nanat ka nënçmu, e ju dikush tjetër. Mos e berë punën vajza, me të nënçmu dikush tjetër. Ruje vetën, mbroje vetën, ban sabër dhe durim. Ama nana, edhe për qef, me ta thonë në fjalë, thuje nan halal e ki, deri sa të vdes, çka të dush thuj halal e ki. Kështu vajza dhe djemë du të me tjenë. Me nanë dhe me babën. A me vlaun dhe qka tjetër. Hoq, A isha I qartë ajo? po, Allah shpëlbeft. Mos më thuj pas I dalin pas taj, pse se thaj kështu. E këtë dëgju më la Feridi. Po, Thot ato shkodrant fjallën, Gjakovart shkodrant, thot, edhe se fjallën tak. A ne tjerë, thot, ketë, mos I dalim, jashtë, pse si tha shtu, dash me thonë kështu. Edhe dhe sa më ki këtu, po. Pyetja e radhës është shumë interesante. Thotë që, a ka magji për grindjen rrahje të rënë gati deri në vdekjen e mes dy vëllezërve? Apo pse mundet me ndodh kjo thotë? shive, nena interesant popull, për gjithë çka magjisja në fajnë. Ngi po njëri ju, s'fol me bënë vetë, në ka bon dikush. Jo be, unë I jotë. Mos respekte jotë të ka bon. Tash, t'ja lon fajnë dikuj tjetër, jo vetës. Edhe vajzat e reja, kam probleme, me njerë, hoxha, valla, une, kur gjanë s'kan? S'ma tham të gjitha. Po da po. Djemt, njësoj. Popullë janë përgjithësi. Një di, magjim kanë ma, jo. Ma shumë gjelozia se magjia. Vlezrit nëse kanë problem të në veti, nga gjelozia e kanë, jo nga magjia. Habili me Kabilin, a magji kanë pasur gjelozi? Në Kur'an thuhet xhelozi. Gjelozia është shumë më e keqe se magjia. Gjelozia e bjen njeriu në atë gradën e shkatrimit. Gjelozia është problemi më I madh në botë. Mëkati I parë në botë është gjelozia, jo vrasja. Se vrasja jo ka magjia. Jo, magji jo. Ma bon. Pastaj e nes, Zoti e përmend garan Harute në Kur'an, Harute vë Marute, që do më thonë ato që ju kanë mësuar sihrin kështu me radhë. O e shumë vana, ama Habili dhe Kabili kanë qenë vëllezër. Vëllezër kanë qenë, djemë të Ademi dhe Islam, nga xhelozia, Kabili e vret Habilin. Më thonë kur përmend cili jo mëkati I parë në botë, o xhelozia. Edhe këtë problem, ndërmjet vëllezërve, ndërmjet motrave, ndërmjet njerëzve kujshive, në mahalle, problemeve, ma shumë xhelozia se magjia. Për atë çka ku ne mendoj që këtë magjin ne shumë herë përdorim, ama nuk do më thonë që është e vërtetë. Po da po. Këshill për ato të cilët kanë grindje. Bëjni sabër, bëjni durim, falja në tjetrit, mos I matni punë me shembull me gram. Ose ta zam, dy vëllezërin, ne baba ka vdek tash, na ka lënë një shtëpi, na ka lënë një televizion, një frigorifer, ku e di, një tokë, atje një vetur. E tash si ato veturën gjysmë me da, si gratë të fëmijët. Va ka dhënë 100 dinar, ka thënë dali. Ai ta ka I fëmia I më I vogël, ta ka 100 dinar si në dy pjesë shkoç. Një pjesë aty. Edhe ne kështu kena me bë. Ato fëmijë ka hije kështu gabim me bë. Ne duhet me shku ato 100 mi adhon ati, ai mi adhon ti ka 50. Po. Edhe ne vetura në kanon, sa ban vetura, sa ban kjo, nëse bëjmë sabër. A më hoxha këti Iran 150-100 euro ma shumë, po punë e madhe. Po a vllajot. A vllajot e vllajem është. Vllajot, e për çka tash, nëse xhelozon, pse 1.000 euro I kanë ra vllajën tonë ma shumë, a kemi preparua? Këto në problemi, së nëse ne nuk kemi duhet gjoksin tonë me hapë për njerëz, edhe nëse ne kanë gabu. Ki botar duhet me falë, së no. Nëse nuk kena mundësi me falë, atër mos din me ndajt me njerëz. A hipen vetur, dush me qeni pregaditur me alishu, të ki po tash, edhe ma shumë 50% gra me vetura. Po duhet me përgadit suna me valishu rrugën. Normale kam, pse jo suna. Motra tonë. Po motra tonë, jo me bicikla, me të trinete, me motora, ban be sabër, po
kaloj një, për të kalojnë me. Se në momentin që ndodh problemi, pastaj kime qajtë. O atë çka bona. E gabova, ndodhi ama me dëshirën tënde. Por atë shkak ne duhet me kur dalim jashtë. Mos flasim për babën, nanën, vëllezërit, motrat, fëmijët të shtëpia. Dihet atë që duhet me qenë durimtar, po edhe jashtë kur dalim. Çka thot Zoti? Wal kadhimin al-ghayz, ata që e mbajnë mllefin vetvete, wal afina anin nasi, edhe ata që u falin njerëzve, këta janë më të mirët. Nuk guxojmë në mumat me secilin njeri. Nuk ban me hime një thes me këtë botën. O një thes për njerëz të likë. Ti mos hena të thes, ti të ke thesi tjetër. Ose hiç s'ka nevojë me hin thes. Se si ti hiç thesën se di a mund me medal. Po si shembull po them. Po. Thot kështu pyetje, selam aleikum, një pyetje rreth imanit. Çka duhet të bëjmë që të mbajmë imanin lart çdo herë? Imanin lart çdo herë. Imani, Çka duhet me bën? imani o besim. Imani nuk ka çështje statike. Që me kena lanë këto pijet Palestinë, edhe nuk lëviz. Po. A lëviz kjo? Slovenia. Do të unë me lëviz. E qartë. Kjo statike, nuk lëvizin. Si kena rregulluar historinë. Por po se një tërmet, normal që lëvizin. E dënherë thësh, të pak po si postina, para mendoj me na bon dikush në uniforme na drith pak adem sa usula të mamër me që ti hiki pare a unë Fluturaje. kur ta shohmi ku Alia se në xhem Alia që para neve mu kujtosi Po. edhe imani shtohet me punë të mira paksohet me punë të liga el imanu yazidu wa yanqus imani shtohet dhe paksohet yazidu bit ta'a shtohet me vepra të mira, wa yanqusu bil ma'siyah dhe paksohet me vepra të liga. Edhe tash ne asnjë ditë sona nuk kena nisej. Çe shembull, ti sot nëse i ke fal 5 kohë namazit mas imamit. Edhe nesër kit namazin e fal, ama të shtëpia vet. Vallahi nuk i nis. E vërtet është. O imani ç'është imani. Po çati iman dop të kena ne, por atë shkak 2 miliard njerëz janë si shku me detit, ose no. Se kur e kanë pas vëllezërit e tanë imanin e fortë. O pashallah, Kur janë çun xhami e kanë fol sabah. Po Bekri Hazreti Omeri me pak ushtare kanë shliru Persin, në atë kohë Persia ka qenë si forca më e madhe në botë, ose janë për shembull Amerika, Rusia, ku e diun NATO. E shteti romake. Amo njerëzit se unë s'po du mi krasu, s'po du më thash mi krasu se ne jena adopte ne kur të forcohemi ne mëse kena me e marrë këtë botën, jo se no. Musliman nuk banë me mëndu kështu. S'bëjnë zullum musliman. Duhet me vëndu drejtësi, jo se no. Ne duhet me punu me pas drejtësi. A o muslimana, jo muslimana, o shqiptara, Maqedona, çka do të tjetë? Ne Allah mirë me, unë shqiptar ki Maqedon. Unë musliman ki ortodoks. Po çashtu Zoti be ka bon, ne tjetojna me një vend që ka me pas edhe ashtu edhe ashtu. A me qartë. Po. Imanin, nëse do me pas nivel të lartë, du të me bon veprat mira. Mi shtu veprat. Nëse imanin do me pas 0, ban gabime. Amo prap nesër mund me përmirësu. Por atë shkak njeri ju, du të me bon do, o Zot, ma ban të mundës me një vdekje të mirë. Pse? Se ti mundet 60 vjet, 70 vjet me jetu, me qeni mire, në momentin para se me vdek një avë, e bandu një gabim të madhe dhe vdes në gabim. Allah na rujt veçësoj. Edhe ai tjetri shembull, 60 vjet ka qenë i keq, u ka udhëzuar në fund edhe vdes mirë. Ose ç'to, ban një ndërhyrje me bë. S'ka problem. Ai çka u koni sinqert, ka fal namaz. Kush s'u më thot mu banë çkit po. Ai çka u koni i sinqert ta njëjtën, nuk besoj se në fund vdesim jo musliman. Jam të folë për të sinqertin, Kjo punë që ma shtrohet. Kjo punë vdekjes. Veç si mendim edhe ashtu. nuk As ban hoc me- jam as. Jo, ne mund me në bazë veprave me thonë ka qenë njëri mirë si pas muhe, si pas neve dhe s'ka qenë njëri mirë. Po da ba. Ama pse tha mu s'ka qenë njëri mirë, nuk do me thonë që të Zoti s'ka qenë njëri mirë. Atë Zoti e zemrën. Pashallah po edhe. Ne nuk ban më marë, me thonë njerëzve, ti në xhenem, ti në xhenet, ja, sa puna jone.
Puna janë është, nëse dishon diçka të unë dush marrë me më thonë. Veç vetë. Me më këshillu, me thonë o gjo. Valla që të posë gabim. Janë TikTok, sikur shka janë të në bandë një herë. Të respektoj, të nderoj, ama këtu gabimi. Ose unë së no, këtu gabimi. A jam I qartë. Ama ka njerëzit që I që njerëzit në gjehenem, në gjennet nuk kanë rregull. Allah subhanahu wa taala e çon cëllën do, se në fundit të gjithë kena me hime mëshirën e Zotit në xhenet, jo me vepra tona. Po. Ka njeri që bën vepra gjigante, ama nuk I ka fisabilillah, ama ku e dim ne? Po. A di se mundet me pas njeri ose në 50 vjet falet, në safin e parë, o munafik o shpion, o më falni shpejt, se te prova pak me këtë. Nuk e jani. Po. Nuk e jani, ama që 50 vjet u ka tregu që Muslimani mirë. Po na kanë dëgjuar se di atë historinë që kam tregu për atë djalin e ri që se ka fal namazin, po ka shku në xhami se ka vendosur me kërku njërit vajzën. Edhe ka ditë që ai si e kanë dëgjuar këtë histori? Në për çfarë ju fol ke përpara? Jo, po unë e bëkum treguar se di ai që qizu, në Riyadh ka ndodhur kjo. Ajo, bëshin çarshi hajgare përpara, pse I të shkon xhamia, nusi ki ardh me marra. Kjo ka ndodhur vërtet. Aha. Hajde tregoj interesant ka. Për një 2 minuta, po. Po morë ç'ja? Edhe e përfundojmë se dua. Po jo, edhe një pyetje. Mirë, që për 2 minuta. Se shkojnë ata santo, hajde s'ka lidhje. Edhe këtu zoti tërë, mu se di dita natë jashtë. Ashtu për me që zu më dol më mirë, po ali. Po. Tash ki djali s'ka fal namazin. Edhe ati që ka dosh me ja kërku vajzën, ka shku ka fal afër 40 ditë. Që ti do këtë me këja mune muslimani mirë. Edhe ja çon në njeri. Të ne I thonë shkusa, po, ndër me të sus. Edhe I shkon e thot filanit ka kërku vajzën. Edhe ki thot, ku shabe? Thot që, ki thot, po, shova që 50 ditë me afër me e falet. Gjani mirë, se në vajzës I thot, vallat gjani mirë. Falet e sen. Edhe, bant. E merë, martohën. Vajzën martohën. Ma si martohën, e dy të nësi regulli, tash kuet ju në e qenë këtë regulli, ma shumë e qëjtë, 2 natë rinë nusjet të buri vete, pas 2 natëve e qenë pak të familje vetë. Të baba. Po, të baba, të nana, me I pas janë. Kjo e vërtet, atash. Po. E kam dëgju një hoqë Saudije të regonte. Këtë histori. Edhe tash, kjo vajza ku zgjohet mëngjes, brenda ative 48 orëve, I thot, hajde merr abdes ta falim sabahun. I thot, jo, s'falem unë. Kjo pak habitet, e mendon që të lujtë edi. Jo më thot, hajde, se unë be fali sabahun, hajde fale e te edi. Ose falmi bashkë, dini mamun e... Jo, thot, s'falem unë. Edhe kjo e lënë, thot, do shta u ka lodhë. Hajde drejk, s'falem unë. Nikin di, jo, në kësham nesër njësej. Thot, jo që s'falem, po edhe namazin mendoj që humbje koha. Nuk është asgjë. Kjo vajza nuk bën gjurmë. Në momentin që shkon të baba vet, I tregon babas vet. Thot, kretat që e paska bojnë xhami ka qenë loj për ne më rrejt me munafiklokën me dyftërsinë ati. Sa I loj, jo që s'falet, për e kundërshton namazin. Edhe, ku shkon ki djali të merë, të dera, ki baba vet del, thot urna, thot, une dhondri, thot, si dhondrim. Po une por atë jo. Në kam dhonë një djali që falet, e që jam musliman, ama të as këtë se ki. Ama une, ja, u kri puna. Dhe ja kam dalu, e kam dalë të shpia. Ki djali që ka me ba? Ha I ka thonë me magji të kthej. Siher. Me siher, me magji. Ka shku të një do Siriane, do Mauritanis. Mauritania, në Afrika, Marok, ka Mauritani poshtë. Do Marokanat I kanë gjetë. Ti se Saudianë të fort nuk mirën me këtë punë. Ato bashakide të mirë kanë fejnë. Jo që këto edhe shariati e hap lumin apo? Me njerë, haddu sahirit darbuhu bisejf. Ja, pa, kur ta përkthej Shqipa, Po. Dënimi sihirbazit me shpat. Ajde. Hëtë se bënë sehirin Saudi. Jo, më tash ju më thonë, si be ju muslimant, inshallah nuk ndodh. Se jo me shpat, me tank ishe pas dëshirë me shkel. E di si janë njerëzit.
E di kanë qef mu po demokratit. E ki po tash, ligji, tap 3 vet, 4 vet, dicin, hajt tash, ligji, ku janë ligji? Ka ma të ndrum temën, të kthejmë në temë, mos gjerohemi shumë. Se mundemi edhe me gabu, se do njeriu me ai Siriani e tjetri ka thonë ja, s'mundemi. Sirbast. Po sirbast nuk mundemi se shumë familje që ka muslimane. E kanë mësuar të me shku në Maroko. Në Maroko i kanë thonë se Irbazi magjistari më i madh në botë. Këtë ai shkojnë talebët studentët mësin. Edhe ka shku të ai. Ajo ka mundu, ka thonë shive. Jo 100 milion euro me dhona, dollara, që dush. Nuk mundëm. Thot, jo nuk mundëm me të përtu të e shpia. 40 shpije rreth e për tjak nuk mundëm. Pse? Që 40 vjetë në të shpi është lezu për ditë suret të lëbëkara. Allahu Akbar. E kuptove tash. Që po lidhet ma herët. Gjint, se Irbas nuk mundën me hin. Ja. Jo se vazhës, as kujtë se një banë zonë. Pse lexohet në të shpi Kurani. Imani, suno. Imani e islami e feja e. Por atë shkak, në nuk duhet mu marrë me atë magjistarin, duhet mu marrë me vetën. Une, a jam duke e mbrojt vetën? Po. Siguraj, e selektore, mos ja lefajn ati Ronaldo, se e ka dhonë gollin fort. Lenja fajn këti begu të tanë, mbrojt si tanë. A është i mirë, aso i mirë? Se në një ditë, ja, kim i mirë. Ja, me qenë edhe ki i mirë e mbrojnë. A, dhe njëherë ndodhë, ama njëherë, ka me ta kap topi, më shimë. Njëherë, mundet me mdodhë. Shejtani, e gjini, e djallin e ka marrë për pala, ma jo për ditë. Do e të regova si histori. Jo, interesant është me lexu Kur'an. Pa, dhe që. Pyetja e fundit, hoç thot kështu. Burri nuk më lën me dhën zakatin e pasurisë time. A mund ta jap shehurazin, një gruaja thot. Nuk e lejon burri me dhën zakat. Tu prap dy paralele, dy mesele, dy çështje. Në qoftë se kanë përzime burri dhe gruaja pasurin, nuk mundet gruaja me dhën zakat pa e ditë burri, se i kanë punë të përzime, nuk e di kujt janë parët tash. Kush sa ka fituar, më kupton? A me qenë se e pasuria e veçantë, vetëm e gruas. Burri e ka pasurin veti, e ka pa tjetër me dhënë zakat. Mo këto janë në një kulm, bashkë. Ka lidhje. Me i thonë burri më su falë. A du të mu falë e ajo? Normal që duhet mu falë. Që sham të epoki, kjo burin e pas ka jo të fejes. Edhe... E kuptoj une, du më thonë aji nuk e lejon as gjo me bon, për kjo tash ka bon pyetje për zekatin, ka mundësi nesër me bon pyetje për namazin, për haxhin. Obligimet që i kënë ndaj Zotit i ban fshehurazi nëse nuk do në buri. E qartë është përgjigje. Po, shumë thjesht. Ama ka, me pas mundësi, dëgjo, ani pse buri nuk o fetar, me pas mundësi, mos me i prish raportet me burin në më mirë. E lundën i lojshtu, për shembull, burit i thu, kam një riqin ka i sëmur, po du me adhon dë pare, të jep zekatin. Pak diplomaci. Po, diplomaci me përdor në fjallë të mirë. Se tash, për një me respekt dhe Zotit, ama, është mirë që mos me i prish raportet me burin. Po. Hoxha Allah shpërbleft për pjesëmarrja, ky ishte podcasti jon i radhës me ty. Për fund Hakimi çka më shtunë në sene. Allahu na udhëzoft. Amin. Kudo që jemi janë, inshallah ndalen këta luftra, e lusë Allah subhanahu taala që ata fëmijët nga Gaza, ata gratë, ata motrat tona, të gjithë njerëzit nga Gaza që janë, inshallah shpëtojnë nga çizmja e kriminalistit, s'po duam ja përmend emrin, inshallah ndalin atë luftë, se luftë pa kuptim. Edhe të gjitha luftrat në botë. Tash unë veç Gazën e përmend, apo me qenë se ndalë edhe në Ukrainë dhe ne muslimanët nuk i duam të keqen. Ne luftojmë të keqen dhe jemi për paqe dhe për të mirën. Faleminderit juve, të dyve, që keni nda kohë dhe na keni thirrë, na keni respektuar. Zoti ju rujt. Amin. Shkues të nderuar, kjo pra ishte hoxha nderuar me Tush Mehmedi, ndërsa për fund se i përket sponsorave, kush është i interesuar mundeni me na kontaktuar në numrin që e shihni para ekraneve tuaja. Selam aleikum. Shifemi javën e ardhshme.